Para një jave, filloi Kupa e Botës. A je duke I parë ndeshjet? Sot do të flasim për një nga ngjarjet sportive më të njohura në botë, kampionatin botëror të futbollit, ose siç e quajmë shpesh, botërorin. Botërori është një ngjarje që bashkon njerëz nga vende të ndryshme të botës. Çdo 4 vite, ekipet kombëtare nga shumë vende luajnë kundër njëri tjetrit për të fituar trofeun më të rëndësishëm në futboll. Gjatë kësaj kohe, miliona njerëz ndjekin ndeshjet, flasin për futbollin dhe mbështesin ekipin e tyre të preferuar. Edhe njerëzit që zakonisht nuk shikojnë futboll, shpesh fillojnë të interesohen gjatë botërorit. Pse ndodh kjo? Sepse botërori krijon emocione, krijon atmosferë, krijon kujtime. Në shumë familje, shikimi I ndeshjeve bëhet një traditë. Prindërit dhe fëmijët mblidhen së bashku. Miqt organizojnë mbrëmje për të parë ndeshjet. Disa njerëz veshin fanellat e ekipeve të tyre. Të tjerë dekorojnë shtëpitë ose dalin në qytet për të festuar. Një nga gjërat më interesante në botëror është se ne njohim vende të ndryshme. Mësojmë për kulturat e tyre. Dëgjojmë gjuhë të ndryshme. Shohim stile të ndryshme loje dhe kuptojmë që futbolli ka fuqinë të lidh njerëzit. Në çdo botëror ka ekipe që konsiderohen favorite. Këto janë ekipet që shumë njerëz presin të fitojnë. Por futbolli është I veçantë. Jo gjithmonë fiton I forti. Ndonjëherë një ekip më I vogël arrin rezultate të mëdha. Për shembull, Kepi I Gjelbërt mori një barazim historik kundër Spanjës. Kjo I bën ndeshjet interesante. Shpesh, momentet më të bukura janë ato që askush nuk I pret. Një gol në minutën e fundit, si goli I Ganës kundër Panamas. Një pritje e jashtëzakonshme e portierit. Një festim I madh pas një fitoreje. Këto janë momente që njerëzit I kujtojnë për shumë vite. Për fëmijët, botërori ka një kuptim të veçantë. Shumë fëmijë fillojnë të luajnë futboll pasi shikojnë një ndeshje botërori. Ata ëndërrojnë të bëhen futbollistë. Ata e imagjinojnë veten në stadium para mijëra tifozëve. Sporti u mëson fëmijëve shumë gjëra. I mëson të punojnë në grup. I mëson të mos dorëzohen. I mëson të respektojnë të tjerët. Dhe I mëson se suksesi kërkon kohë dhe përpjekje. Por botërori nuk është vetëm për fituesit. Ai na kujton se pjesëmarrja, përkushtimi dhe puna kanë gjithashtu vlerë. Çdo ekip arrin aty pas shumë përgatitjesh. Çdo lojtar përfaqëson vendin e tij dhe çdo ndeshje është një mundësi për të treguar talentin dhe karakterin. Një gjë tjetër që e bën botërorin kaq të veçantë është se njerëzit ndajnë emocione së bashku. Kur ekipi fiton, njerëzit festojnë. Kur humb, ata mërziten. Por në fund, sporti vazhdon dhe fillojnë ëndrat për botërorin tjetër. Nëse mësoni gjuhën shqipe, botërori mund të jetë edhe një mënyrë e bukur për të mësuar fjalë të reja. Për shembull, ndeshje, match, ekip, a team, gol, goal, futbollist, a football player, fitore, victory, humbje, a loss, tifoz, a fan, or stadium, a stadium. Pra, ju mund të mësoni shqip dhe në të njëjtën kohë të shijoni sportin. Për disa javë, e gjithë bota mbyllet pas ekranit.
Faleminderit shumë që më dëgjuat dhe tani kam një pyetje për ju. Cilin ekip mbështesni ju në botror? Shkruajeni në koment.